Edi Rama autori kryesor. Ajo ka thënë atë gjeni sepse kontrata ka qenë kontratë kryekput korruptive, të merësisht korruptive, dhe ka dëmtuar thellë interesat e smurëve dhe publiku shqiptar. Zoti Berisha, dje paralajmëruat protesta të fuqishme. Si do t'jenë strategjia e këtyre protestave? Do të ketë një intensifikim të lëvizjes opozitare? Ndjes shumë se u vonum për të njoftuar datën, do e njoftojnë momentin më të parë. Protesta dhe vetëm protesta është reagimi i opozitës. Kjo opozitë, Edi Rama mendoi dhe deklaroi se çështja Balluku është mbyll, po ajo së mbyllet kur sa ky vend të ketë opozitë. S'mund mbyllet kur, se është çështja Rama. Çështja Balluku për opozitë është çështja Rama. Po kërkon shtetësi të huaj, por ndërkohë ajo është faqur në Fier, ku thotë se kanë ndezur motorët për zgjedhjet e ardhshme vendore në këtë qark. U bëj thirrje qytetarëve të Fierit, në çdo hap që ta shohin, ta gjuajnë me vezë dhe domate hajdutën. Gjuajeni me vezë dhe domate se kjo është përgjigja që i bëni jo vetëm për dinjitetin tuaj, por për të gjithë shqiptarët. Faleminderit.